Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër ka ndërmarrë masa parandaluese ndaj pasurisë së shtetasit BB i dënuar më herët nga autoritetet franceze për trafikim të lëndëve narkotike. Me kërkesë të prokurorisë dhe bazuar në ligjin për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, gjykata ka vendosur sekuestrimin automjeteve, mjeteve motorike dhe llogarive bankare në emër të këtij shtetasi dhe familjarëve të tij. Nga hetimet rezulton se BB është dënuar në Francë për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike, ndërsa verifikimet pasurore kanë nxjerrë në pa mospërputhje të theksuara mes të ardhurave të deklaruara dhe pasurive të zotëruara. Sipas prokurorisë, pasuritë nuk justifikohen nga burimet të ligjshme dhe dyshohet se janë përfituar si rezultat i veprimtarive kriminale. Në kuadër të këtij hetimi janë sekuestruar një automjet luksoz Mercedes-Benz, disa motomjete, si dhe automjete të tjera në emër të familjarëve të tij. Po ashtu janë bllokuar të gjitha llogaritë bankare në emër të BB dhe personave të lidhur me të. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të burimit të pasurive dhe përmarrjen e masave të mëtejshme ligjore.